Pavarësisht paniku që u ngrit në media, kryesisht në portale, duke alarmuar më shumë se ç'duhet situatën në rajonin e Kumanovës, qytetarët e Shkupit thonë se rastet e këtilla ato i shohin me skepticizëm, duke i quajtur lojra të pushtetarëve. Hiç gjallë se kam pa për konfliktin e pinat. Valla po shumë të. Po mediat e bën shumë të mëdha, edhe pse nuk Po ishte. mediat çdo herë janë këtu. Se kanë sefte, çdo herë janë këtu mediat ashtu. A ju besoni portaleve? 50-50. Ata janë për mua vetëm pika politike që do me votunin, dërsa gjithë rajnë. Këtë janë një dorës. Ata nuk kanë as fytyra, as perda, as kurrëz. Por ata si komentar fort edhe s'du me nime, se kanë hapë autoritetin të shqiptarët. Po është normale që u friksuam. Ne jemi nga Gostivari, kurse për aksionin dëgjuam në televizion. Dhe normalisht që u friksuam, kemi fëmijë, kemi nipër. Njeri nuk mund as të flej rehat. Kjo është katastrofë. Më parë ishte shumë më qetë, tani të rish me stres gjithmonë. 2 ditë më parë, disa portale alarmuan situatën në disa rajone të Kumanovës, duke nxitur frikë te qytetarët dhe duke shpikur mbi ngjarjen, gjë e cila për mediat tradicionale dënohet ligjërisht.